bërë ajo. Ky s'ka që t'japi llogari. Ky s'di për që t'japi llogari për para, me gjitha ordhiqet që janë bënë atë ministri. Por mos folur për rrugët, infrastrukturën. Shikoni pak Unazën, e keni inauguruar 6 muaj më përpara. Dhe kur shkon për të kthyer te fresku, është shëmbur rruga, mbas 6 muajve. Një tender që ka shku 25 milion euro kilometri prishet mbas 6 muajve. Kush mban përgjegjësi? A do jepni një cent mbrapsh shqiptarëve që i kanë paguar me taksat e veta, taksa që i keni rrit ju, që janë taksat më të larta në rajon. Prandaj kemi kilometrit më të lartë në rajon. Prandaj e blem energjinë më të lartë në rajon. A nuk është kjo qeveri e cila ka bler energji me çmim të lartë dhe e ka shitur me çmim të ulët? A nuk jeni ju? Apo e ka fajin opozita që vidhni ju? Dhe ju nuk mbani përgjegjësi. Po më e turpshmja nga të gjitha është minimalja. Nuk përfshi, nuk them që e keni fajt ju apo e keni bërë ju si deputet. 1 apo 2 unë nuk di të them që e ka filan deputet. Por që ky grup parlamentar të vi këtu dhe të justifikoj krimin që është bërë me rindërtimin dhe mungesa e seriozitetit të qeverisë për të marrë masa pas paralajmërimeve serioze nga institucionet më të larta të shtetit shqiptar, juve minimalisht i detyroheni një ndjes publike qytetarëve. Kurse për abuzimet që po bëni dhe do të vazhdoni të bëni, se nuk e ndalni dot se e keni në gjak, në lidhje me apartamentet e rindërtimit, ajo do mbetet një çështje për drejtësinë. Dhe ne presim që drejtësia të bëjë detyrën e vet. Por ne kemi detyrën si opozit t'i denoncojmë. Por në qoftë se ju dilni këtu dhe e mbroni këtë aferë, atëherë ju jeni pjesë e asaj afere. Dhe unë këtu kam një thirrje për qytetarët. Kjo është po e njëjta qeveri që për energjinë elektrike ka arrestuar njerëz për 10.000 lekë. Njëri prej tyre nga Lushnja ka varur veten në qeli. Sepse arrestuat për 10.000 lekë. Ndërkohë, institucionet shtetërore, a ka nej borxh OSHE-ja? Sa 10 qindra miliona euro borxh ka OSHE-ja për shkak se abuzojnë? Po këto ju nuk ju interesojnë, sepse ju nuk ju intereson fare se çfarë ndodh me qytetarët, se çfarë ndodh me këtë vend, për sa kohë ju keni mundësinë ta mbani pushtetin dhe të mbani jashtë burgut kryetarin tuaj Edi Rama. Për ju ka zero vlerë interesi qytetar. Për ju ka vlerë vetëm interesi i pushtetit. I mbajtjes pushtetit me çdo formë dhe me çdo mënyrë. Ndaj nuk ka shumë vlerë të diskutosh këtu. Po vim dhe diskutojmë vetëm për hir të kuvendit dhe çfarë përfaqëson kuvendi. Se me një mazhorancë që refuzon të shikojë të vërtetën në sy, me një mazhorancë që mbron krimin, me një mazhorancë që fle me krimin, me një mazhorancë që pastron paratë e krimit, me një mazhorancë që nuk lë asnjë hapësirë dhe asnjë mundësi për askënd që të bëjë detyrën e vet, siç i takon me ligj, për një mazhorancë që ngren kartonat për të penguar drejtësinë, që të ndalojë Belinda Ballukun dhe Edi Ramën, për atë mazhorancë nuk ka qytetar. Për atë mazhorancë është vetëm interesi i pushtetit. Ndaj qytetarëve ju bëj thirrje, nesër të vazhdojmë aksionin në protestë kundër kësaj qeverie. Nuk mundet të pranohet që kjo qeveri të qëndrojë këtu duke vazhduar dhe vazhduar vjedhjet çdo ditë, çdo orë, çdo sekondë, çdo minutë. Faleminderit. Zonja Çaushi, keni fjalën të përgatitet zoti Himçi. Sa fjalimi bukur që ishte, apo jo, qa frymëzimi që kishte këtë herë, qa GDP-a, po. Bukurosh, mall të madh paske për zonjë Balluku.
por ta siguroj që ti lutesh Zotit edhe disa seanca mos të vi zonja Balluku, se po erdhi ajo, s'do gjesh vrim ku të futesh olumat, se është e vjetër ajo. Ti tregoj ato historit me tezën e me Fariun, më bukur nga të gjitha ajo. Ato doktorët i di më mirë ti se të kanë hyrë në punë aty te familja jote, s'po i hy asaj historie. Të dashur qytetarë, sot kemi përpara një projekt ligj që në çdo vend normal do të ishte thjesht një lajm i mirë për qytetarët. Investim në energji, në rrjet dhe në sigurinë e furnizimit. Po prito bukurosh ta mbaroj ju, mendoje ChatGPT-n, mendo fjalimin çoja ChatGPT-s dhe ma jep replikën. 35 milion euro për të forcuar sistemin elektrik në veri të vendit, pas tërmetit të vitit 2019. Por këtu tek ne, si gjithmonë, edhe lajmi i mirë duhet të kaloj përmes filtrit të këtij krahu, këtej zhurmues. Këtij krahu që nuk nje më asnjë lloj kufiri, por të vetmin qëllim që ka është të vi këtu edhe të jetë kundër çdo gjëje. Dhe nuk arrin dot ta kuptojmë, sepse nëse nuk ka investime, ju filloni dhe ulërisni. Nëse ka investim, thoni pse tani u kujtuat? Nëse ndërtohet një në stacion, kundërshtoni pse ndërtohet. Nëse nuk ndërtohet, thoni pse nuk ndërtohet. Ju keni qenë dhe keni pasur çdo mundësi të bëni, por nuk bët asgjë të nderuar. Pra në çdo rast keni të njëjtin refren, në çdo rast e njëjta politik e vjetër, zhurma. Dhe ironia më e madhe, dini se kush është? Po flasim për ato zona që për vite me radhë keni arritur të mbijetoni nga pak. Po flasim për Shkodrën, për Lezhën, për Fushkrujën, Shëngjinin, po flasim për qytetarët tanë, po flasim edhe për ata pak demokratët tuaj tani që ju kanë mbetur në këto zona. Po flasim për njerëzit që nuk duan politik me energjinë, por energji në shtëpitë e tyre. Po flasim për familje që kërkojnë një gjë shumë të thjeshtë, dritë pa ndërprerje. Por për ju edhe energjia elektrike kthehet në debat politik. Për ju edhe transformatori bëhet debat, edhe në stacioni bëhet konflikt, edhe investimi bëhet problem. Ju nuk jeni në anën e zgjidhjes, ju nuk jeni në anën e qytetarëve, jeni në anën e bllokimit të çdo gjëje që ecën përpara. Jeni në anën e zhurmës, por zhurma juaj nuk i ndalon dot projektet për Shqipërinë europiane. Ju mund të jeni në të shkëlqyer në ato zhurmë që bëni, por zhurma nuk dalon dot Shqipërinë në rrugën e saj. As zhurma, as tymi, as ajo revolta, as ato goditje që ju bën ti atyre punojësve të policisë së shtetit, i ka mbijetuar Shqipëria këtyre, i ka mbijetuar edhe atit gërdecit tuaj, me kohë të tëra me radhë, dhe për këtë mbijetesë Shqipëria e ka treguar në 11 maj. Prandaj, ky është një projekt i rëndësishëm për atë zonë. Ajo zonë ka nevojë për përmirësime dhe ju përpiqeni me çdo kusht t'i bllokoni, por nuk e arrini dot të nderuar, sepse sa më shumë përpiqeni t'i ndaloni, aq më shumë Shqipëria ecën përpara. Dhe qytetarët tanë këtë e kuptojnë shumë mirë. Ata nuk kanë nevojë për debatet tuaja, ata kanë nevojë për një gjë shumë të thjeshtë, energji të qëndrueshme, shërbim të mirë dhe shtet që funksionon. Qytetarët e dallojnë shumë mirë kush ndërton rrjet elektrik dhe kush ndërton rrjet zhurme, i cili nuk mbaron kurrë në këtë sallë dhe nuk ka për të mbaruar ndonjëherë sa të jetë Sali Berisha edhe këta bukuroshët. Me ose pa këta bukurosh, Shqipëria do të vazhdojë përpara. Tani nderuar bukurosh, eja këtu dhe bëja replikën tënde që ta ka sjell ChatGPT-ja. Lutem truaj me tikën. Sepse duhet i dëgjoni gjitha komentet që bëjnë dhe kolegët e anës së opozitës. Zoti Balliu, keni fjalën për replikë. Tani nuk e kuptoj pse duhet ta merrte këtë kufjen me vete, nuk e mora vesh, por nëse tani Zeqine, ngjo pak tani. Unë sinqerisht kam dëshirë që ti të flasësh këtu jo një herë, jo 2 herë, po 20 herë. Sepse nëse ka një provë, për shembull, të
degradimit të sistemit arsimor, të nivelit apo të standardit institucional dhe të politikës, je në mendimin tim, pavarësisht çfarë thot kjo opozita që nuk pëlqen ty, me këto prova që nuk bëjnë, po prova jonë më e pastër, më e qartë, më e vërtet e degradimit që ka ndodhur në arsim, që ka ndodhur në institucione, je ti. Ti je, dhe po them, kam edhe një ankesë nga disa miq, kam dhe një ankesë nga disa miq se unë kam ca artist. Zoti Balliu. Shpeshe nuk po e shikojnë. Zoti Balliu, të rejtë vëmendje. Qa ke, po shumë mirë. Jo, e kam. Shumë mirë, qartë do. Zoti Balliu, e para, kur i drejtohesh kolegës, do t'i drejtohesh siç e ka emrin. Dhe transformimet e emrave, ju lutem. Hera e fundit që ju tentoni që të ndryshoni emrat e kolegëve. O zonjë, mos ma ndërprit fjallën e para. Ta ndërpres fjallën se... Jo, s'ma ndërpret do të fjallën. Kur të mbaroj unë... Lutem, respekto kolegët në parlament. Respekto kolegët. O zonjë, edhe njerë, ti respekto kolegët, unë i thira emrin zonja, kontrolloja pashaportën, e ka Zeqine. Shkam shpiku në emrin, ja kanë vonë ata, vetët. S'ja kanë vonë në emrin, o zonjë. Tani, a mund të të vazhdojë? A mund të vazhdojë? Të vazhdojë të zbatuar reguloren, pa ofenduar kolegët. Nuk ofendohen gja ku ka birnone që i ofendohen këta. Tani, në këtë aspekt, duhet ngrihet një shqetësim. Shumë nga emisionet humoristike që kemi pasur ne, që i ndiqnin qytetarët shqiptar, tani i kanë zëvendësuar duke dëgjuar ty dhe ja 2-3 tjerë këtu, i zëvendësohen dhe po ngelen pa punë artistët dhe humoristat. Se në vend portokallis, e në vend të tjerave vjen ditë shtunë ditë diele fjalimet e tua dhe disa tjerëve. Kështu që lubis, bëjt fala, e vërtet është na ka marrë malli shumë ta shikojmë, se nuk e ditja e shikon më, na ka marrë malli shumë dhe me zje presim të na japin edhe pak llogari për ato që kanë bërë, po kam gjuhë që ka dhe disa tjerë që me zje presin. Përfshi edhe këtu tek grupi jot. Faleminderit. Zoti Balliu, e përsëritur nga ana juaj dhe e keni të pamundur që të ruani etikën me kolegët. Ju lutem shumë, të jetë hera e fundit, sepse etiketimet tuaja janë totalisht jashtë kodit e etikës dhe në shkeljet rregullores. Zoti im që keni fjallën. Për procedurë, po, zoti Këlliçi keni fjallën për procedurë. Po, zonja Spaju, vetëm para 2 ditësh mos gaboj, kemi qenë së bashku në mbledhjet byros.